Besimtarët bektashian kremtojnë sot ditëlindjen e Imam Aliut, e njohur si Festa e Sultan Nevruzit. Në Teqen e Turanit, Festa e Sultan Nevruzit është kremtuar me pjesëmarrjen edhe të kryegjyshit botëror të bektashinjve, Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj. Kjo është festë për nder të dashurisë Imam Aliut, i cili është zëvendës i profetit Muhammed në gradën shpirtërore. Në këtë ditë ku në si pranveror, pra ka lindë dhe Imam Aliu, që shikon çdo gjë gjelbëron, gjallërohet, e ndrohet dhe gjaku që njerëzit të marrin aftësi edhe energji pozitive për të mbrojtur vështirësitë e kësaj bote. Në këtë ditë festohet të gjitha të qetë, domethënë që nga 22 deri në datën 25, për nder të këtij burri të madh të njerëzimit. Urojmë, bekojmë njerëzit që të kenë dashuri, paqe e mirësi. Nevruz do të thotë dita e re nga persishtja dhe sultan është titull i lartë. Në Shqipëri kjo ditë filloi të festohej që kur u përhap bektashizmi në shekullin e 14. Për këtë festë poeti ynë i madh bektashian Naim Frashëri ka thënë: "Sot është një ditë e re që përsëritet moti, lind vera, lind ngrohtësia, lind Aliu, lind vetë Zoti." Kjo ditë ka një domethënie të veçantë për të gjithë besimtarët. Është dita e Imam Aliut, dhëndrit të profetit Muhammed. Ai ka qenë krahu i djathtë i profetit. Prandaj kjo festë për bektashinjt përfaqëson një ditë të shënuar dhe më të bekuarën e vitit.